Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV. Për të qenë pothuajse gjithë ditën pranë jush dhe për të sjellur të rejat më të fundit, lajmet më interesante, pikpyetje të ndryshme nga publiku shqiptar. Jam këtu pranë jush për të komentuar tashmë një marrëdhënie që realisht po duket ditëve të fundit që është një marrëdhënie tepër serioze dhe një shoqëri shumë e mbarë. Po flas konkretisht për dy vajza që kanë zënë një vend të rëndësishëm në emisionet e tyre. Me sinqeritetin e saj, Heidi Baci, do të ndaloj tek Heidi, bëri për vete të gjithë audiencën shqiptare dhe të gjithë e deshën, Eduard Rokitën, i dhuruan atë mbështetjen që Heidi Baci e meritonte. E meritonte sepse ishte dhe vazhdon të jetë një gocë shumë pozitive me një energji jashtëzakonisht të mirë. Gjithashtu, edhe Egli Tako, një nga personazhet që në fakt ka qenë më e komentuar, pothuajse 2 vite më herët apo 1 vit më herët e gjithë bota shqiptare kishte mendjen tek ajo, kishte syrin tek ajo, çfarë po ndodh me Eglin, ka patur komente të ndryshme, por Egli vazhdoi duke luftuar për të ndjekur ëndrrën e saj. Ëndrrën e saj për artin, ëndrrën e saj për medjen. Do me thënë, të qenurit artist shpirtërisht është një ëndër e madhe që s'ka bombë apo s'ka gur në botë që ti mund të ta prishën atë ëndrrën. Dhe pikërisht të dy vajzat të cilat luftuan për ëndrrën e tyre, por që kishin histori të ngjajshme, sot janë bërë mike shumë të mira. Kënga Gabimet është improvizuar nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet TikTokut, Instagramit, edhe nga Heidi Baci, duke taguar Eglin, të gjitha vajzat që në fakt këndojnë këngën e Eglit, mësojnë nga kënga e Eglit, ndërto ka qenë e përfshirë edhe Heidi Baci, ku menjëherë publiku filloi që të hamendson se për çfarë gabimi e ka Heidi këtë fjalë për një marrëdhënie të saj me Romeon, apo për çfarë bëhet fjalë, sepse edhe kënga Gabimet u përfol shumë që ishte në fakt një dedikim që Egli Tako ja kishte bërë gjestit bla bla bla, do me thënë gjëra të tilla. Unë mendoj që në këtë rast, do me thënë Heidi, e bëri këtë videon në favor të mbështetjes shpirtërore kundërdrejt shoqes së saj, sepse tashmë kanë krijuar një marrëdhënie jashtëzakonisht të bukur të dy gocat. Nuk më duk një video e cila kishte tendencën për të përçuar një mesazh kundërdrejt dikujt tjetër, që në këtë rast do me thënë mund të ishte Romeo, sepse unë mendoj që të dashurosh është gabimi më i bukur që mund ta bësh në jetë, edhe të gjitha ato njerëz që kanë dashuruar dhe nuk janë më pranë atyre që i duan, mendoj që këto gabime do t'i kishin kërkuar edhe një herë t'i bënin. Shoh shoqëri të mirë me vajzat, nuk shoh ndonjë inat, ndonjë urrejtje, por shoh shoqëri shumë të mirë dhe më pëlqen që janë në piedestal të dyja dhe kanë marrëdhënie fantastike.